Me fermerët e Dimalit, Sali Berisha e mori shtruar, hoqi kollaren dhe ul të bësh bisedoj me ta për hallet që ata kanë. Për bujësinë, keni idenë që po ndodh për momentin në fshatin ton? Është e diskriminuar totalisht, e injoruar për të mos thënë ndëshkuar, se një qeveri që vendos taks asimetrike është qeveri armiqësore ndaj fermerëve. Çfarë do bëjmë ne? Ne do kthejmë parat, mos zotëri, se parat i marrin nga ju. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milion, me të cilat do të subvencionojmë çdo fidan që të mbillni, çdo kokë bakti që të mbani, çdo njësi prodhimi që të bëni. Por për ta bërë fshatin madhështor, kryedemokrati si fillim ka në plan të zhbëjë projektet e kundërshtarit politik, nëse shqiptarët vendosin ta rikthejnë me vot në pushtet. Ne do mbrojmë prodhimet tuaja. Ballkani hapur hudhet në kosht plera javën e parë. Nuk ekziston. Plani Berishës për bujqësinë ndalon importin e inputeve bujqësore që nuk shiten në Bashkimin Evropian. Do ndalohet importi i inputeve bujqësore që nuk shiten në Bashkimin Evropian. Dhe çdo import i tillë do shpallet krim i rënd. Nuk ka pse të vinë pesticid dhe insekticid kancerogjen dhe t'ja u prishin prodhimet ju. Këto i bën mafja, nuk i bëjnë tregtar të ndershëm. Dhe i pari që do të kapet duke sjell inpute që nuk shiten në 2 vende anëtar të Bashkimit Evropian, absolutisht do dënohet për krim të rënd në Shqipëri. Berisha u zotua se do të çlirojë fermerët nga mikrokredit dhe do t'i garantoj kredit të buta nga Banka për Zhvillim.